Veprat e apostujve, fuqia e frymës. Ky libër është vazhdimi direkt i Ungjillit të Lukës. Ai tregon se si kisha e parë u përhap nga Jeruzalemi në të gjithë botën, jo me forcë njerëzore, por me fuqinë e frymës së shenjtë. Përgatituni për një udhëtim plot mrekulli, guxim dhe dëshmi që ndryshuan historinë. Dita e parë, premtimi i fuqisë. Vargu kyç. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi. Shpjegimi. Mbasi Jezusi u ngjit në qiell, dishepujt nuk mbetën jetim. Ai u dha një premtim, fuqinë e frymës së shenjtë. Kjo fuqi, greqisht dunamis, dinamit, nuk është për emocionet tona, por për misionin. Ajo na aftëson të jemi dëshmimtar të Krishtit në familje, në punë dhe kudo që shkojmë. Sot Zoti po ju thot, mos u mbështet te forcat e tua, por prit për fuqinë time. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën e parë. Ati ynë i dashur, të falenderoj për fillimin e këtij rrugëtimi të ri. Unë pranoj që pa ty jam e pafuqishme. Të lutem më mbush me frymën tënde të shenjtë sot. Më jep atë fuqi që më duhet për të folur me ty, me dashuri dhe guxim. Më ndihmo të shoh vetëm drejt qiellit në mënyrë pasive, por të jem dëshmimtari yt aktiv në çdo takim dhe bisedë. Në emër të Jezusit. Amen.